Shkodranet kanë shtuar preferencat këtë sezon veror për të kaluar pushimet jashtë vendit. Agjencitë turistike pohojnë se kërkesat janë rritur në krahasim me vitet e shkuara. Rezervimet më së shumti janë për në Antalya, Sharm el Sheikh dhe në bregdetin e Malit të Zi. Kërkesat kanë fillu, patjetër që pa. Kërkesat janë për çifte, për familjar tek paketa turistike të Antalyas kryesisht, Sharm el Sheikh, Mali Zi patjetër që po, na kena klientë edhe nga Kosova që interesojnë her pas here për Malin e Zi. Preferojnë hotelet all inclusive, të kenë gjitha të përfshime. Kjo gjash në favor tyne, në favor të familjarëve që janë me fëmijë të vegjël, kështu që patjetër që kërkesa ka dhe është çdo ditë në rritje. Rënja e eurës ka ndikuar në shtimin e kërkesave, por edhe çmimet kanë pësuar rritje. Të pas parasysh që edhe euroja ka ra, janë pak në rritje kërkesat. Standardi është i njëjtë si çdo vit, shërbimi është i njëjtë si çdo vit, besoj është i mirë dhe klientët janë të kënaqur, por çmimet janë në rritje pak. Për një hotel mesatar ose mbi mesatar, sepse ne këtë ofrojmë më shumë që klienti të mbetet i kënaqur atje ku shkon, në destinacionin që ai preferon. Për një familje 2500 deri në 3000 euro, sidomos korriku e gushti, patjetër që shkon, varion këtë çmim. Pastaj na kena edhe Malin e Zi, kena hotelet që ofrojnë mjes, drek, dark, edhe këto për një familje 1800-2000 euro për një javë janë në këtë çmim. Ashtu si vitet e shkuara, Turqia mbetet e preferuara e pushuesve, ku paketat turistike në Antalya dhe Bodrum kryesojnë. Paketat turistike në Antalya, Bodrum kryesojnë. Sipas agjencive, qytetarët zgjedhin resorte me 5 yje dhe me shërbim all ose all ultra inclusive, e cila varion nga 2000 deri në 3000 euro dhe me kohë qëndrimi mesatarisht 6 net.